Ulje e çmimit të naftës dhe derivateve të naftës për rreth 2,5 denar për litër, paralajmëroi kryeministri Hristijan Mickoski pasi ditë më parë çmimi u ngrit deri në 14,5 denar. Ai sqaron se për këtë ulje kanë punuar me kompaninë Okta, nga ku dakorduan me kompanitë me të cilat bashkëpunojnë të japin zbritje rreth 45 deri në 50 dollar për ton, dhe pompave të benzinës të ushitet me atë çmim, që do të thotë ulje e çmimit të naftës. Ai po ashtu ritheksoi se vendet e tjera kanë çmime më të larta të biznesit dhe prandaj vinë në vendin tonë për të furnizuar me karburantet më të lira. Litar dizel kaj nas ќе биде €1,35 Во соседството, например, во Србија е веќе над €1,80, во Албанија е €1,80, во Косово е над €1,50, €1,60, во Европа е веќе над €2, некаде во земјите од Европската унија е 2,2 евра дизелот. Сега имаме, веруете, жесток притисок од соседните држави, од граѓаните на соседните држави во пограничните места на југ, запад и север, каде што doagjat da polnat gorivo. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe me kritika ndaj qeverisë, thotë se në vend që të marrin masa për të mbrojtur qytetarët nga tronditja e çmimeve dhe nga shtrejtimi i karburanteve, qeveria dëshiron të përfitojë shtesë. Shikoni çmimet në markete, shikoni çmimet e energjisë elektrike, karburantet janë shtrejtuar jashtëzakonisht. Çfarë duhet të bëjnë njerëzit? Mickoski thotë se nuk duhet të shkojnë në pushime, më pas do të thotë nuk duhet as të hanë. Për shkak të rritjes së çmimeve të derivateve, disa nga produktet ushqimore tashmë janë shtrejtuar. Si do të stabilizohen çmimet e naftës dhe me këtë edhe të produkteve në markete? Mickoski thotë se do të ulët përqindja e TVSH-s, por jo edhe e akcizës. Одиме со намалување на зафаќањето на данокот на додадена вредност од 18 на 10%, па имаме уште една мерка потоа од 10 на 5%, но тоа ќе зависи од цената како ќе се движи. Për shkak të krizës dhe veprimeve ushtarake në lindje të mesme, çmimi i naftës është rritur ndjeshëm, gjë që shkaktoi tronditje çmimesh edhe në vendin tonë. Qytetarët u përballen me mungesë të naftës pasi në pompat e benzinës nuk mund të blinin karburante.